pasur një shtrim në spital, siç ju ishte thënë nga vetë autori, por edhe nga nusja e tij, pra nga Jeza, viktima kishte pasur shtrim spitalor për shkak të problemeve me ankthin, por ishte diçka që kishte kaluar. Të paktën këtë informacion kishin nëna dhe motra dhe nuk kishin më informacione të tjera. Flisnin për një mërzitje që shpesh andoni u shprehte, pra një gjendje mërzitje, por pa pasur detaje rreth një diagnoze të mundshme që lidhet me problemet e shëndetit mendor apo konflikte në çift. Pra, sipas nënës dhe motrës, çifti kishin një marrëdhënie shumë të mirë dhe ato nuk ishin në dieni nëse kishte konflikte apo problematika. Dorela, të falenderoj shumë për gjithë informacionin e përcjellë, ndërkohë ne do të vijmë të diskutojmë për këtë ngjarje të rëndë me gazetarin Dashamir Biçaku. Çfarë po ndodh me ecurinë e hetimeve? U bë me dije se janë përdorur armë zjarri, çfarë konkretisht nëse ka arritur të mësosh edhe nga ecuria e hetimeve në Francë? Po, atëherë, siç u përmendëm më parë, ngjarja ka ndodhur të njëjtën me 13 nëntor 2025 në rrugën General Paulet në Brest, në departamentin e Finisterës, i cili është një nga departamentet të ekstremit perëndimor të Francës. Por nga hetimet e para thuhet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 15:30 deri në orën 16, kur një banore e një fqinje e familjes ka dëgjuar një shpërthim që sipas asaj përshkrim që ajo i ka dhënë policisë, duhet të ishte një shpërthim i shkaktuar nga një armë zjarri, dhe menjëherë pas ngjarjes në banesën e familjes në rrugën 101 të General Paulet janë afruar menjëherë efektiv të policisë komisariatit qendror të Brestit, por edhe zjarfikës, për shkak se është dashur ndërhyrja e zjarfikësve, pasi dera ka qenë mbyllur dhe në mënyrë hermetike me çelës nga brenda dhe nuk ishte e mundur që ajo të hapte nga zjarfikësit. Më pas, kur policia dhe zjarfikësit kanë mundur të hapin derën, kanë gjetur trupat e dy bashkëshortëve në ambientet e shtëpisë, banesës tyre, dhe më pas kanë në vendin e ngjarjes pranë trupit të bashkëshortit është gjetur edhe një armë zjarri që herë përshkruhej si një pushk karabin, por herë si një armë gjuetie. Duhet të thënë se gruaja kishte vetëm pak kohë që ishte rikthyer në banesën bashkëshortore ku ata jetonin, e cila duhet të thënë se është një banesë e cila ndodhet në një zonë përgjithsisht nga zonat periferike të qytetit të Brestit, e cila është kryesisht e banuar nga emigrant apo nga familje me të ardhura modeste, dhe sigurisht pastaj hetimet e policisë deri tani kanë zbuluar se gruaja ka raportuar disa herë në polici dhunë psikologjike nga bashkëshorti i saj, madje një rast denoncimi i përket datës 23 tetor të këtij viti, kur gruaja është ankuar në polici për dhunë psikologjike dhe siç e përshkruan ajo referuar prokurisë dhe policisë të cilave ju referohen edhe mediat këtu në Francë, bashkëshorti kishte një xhelozi patologjike, çka ka sjellë edhe më pas edhe problemet e tyre në familje, dhe kjo ka shkaktuar që gruaja bashkë me dy fëmijët e çiftit është larguar nga banesa për një periudhë kohe disa javore, dhe për të kërkuar një streh dhe një mbrojtje nëpërmjet organizatave të cilat merren me mbrojtjen e grave. E qartë, Dashamir, po.
Kam dhe një pyetje të fundit, në fakt, çfarë ndodh me fëmijët e mitur të çiftit? Është mësuar që nuk ndodheshin aty në momentin që ndodhi ngjarja, aktualisht janë marrë nën kujdes, nga kush, çfarë po ndodh? Sipas referimeve të gazetës së Brestit, Telegram, të dy fëmijët e çiftit nuk kanë qenë në banesë në momentin kur ka ndodhur ngjarja. Një prej fëmijëve, fëmia më i mitur, që ishte rreth 9 vjeç, në mos gaboj, ka qenë në shkollë në momentin kur ka ndodhur ngjarja dhe më pas kur nuk ka mundur të jetë në moment, nuk ka mundur të jetë aty pas ngjarjes, por ndërkohë duhet të thënë se fëmijët e çiftit deri në këto momente janë marrë në mbrojtje nga një organizatë e cila merret me strehimin e fëmijëve të mitur, të cilët kanë probleme familjare apo që nuk kanë prindër apo mbeten jetim. Mirë, Dashamir, të falenderoj shumë për këtë lidhje, për gjithë informacionin që përcollën, një ngjarje mjaft të rëndë, dua t'i përcjell në fakt ngushëllime edhe familjarëve të dy viktimave, ndërkohë në këtë momente do të shkojmë në